Dashi, ditën e sotme, energjia e universit të fton të ndjekësh rrjedhën e natyrës. Në dashuri, hapi zemrën dhe dëgjo me vëmendje partnerin, duke ndërtuar një lidhje më të thellë. Nëse je vetëm, mos nxito. Dashuria vjen kur më së paku e pret. Në punë, është koha për të treguar vendosmëri dhe përqendrim. Provat e së kaluarës të kanë mësuar mjaftueshëm, prandaj besoj intuitës tënde. Financat mund të kërkojnë pak vëmendje, bëj një rishikim të buxhetit për të shmangur surpriza të pakëndshme. Ndjenjat e paqes dhe harmonisë të të mbushin shpirtin tënd, duke të frymëzuar të krijosh dhe të kujdesesh për veten. Merr kohë për një shëtitje në natyrë dhe lër mendimet të rrjedhin si ujët në ylber. Demi, dita e sotme do të sjellë mundësi për reflektim të thellë mbi ndjenjat dhe qëllimet tuaja. Nëse po mendoni për një ndryshim në punë, sot është momenti për të filluar hapat e parë. Kushtoni vëmendje detajeve dhe përpiquni të qëndroni të përqendruar. Në dashuri, një bisedë e hapur me partnerin mund të forcojë lidhjen tuaj, duke sjellë më shumë afërsi dhe mirëkuptim. Financat kërkojnë kujdes të veçantë, është e mençur të bëni një plan të ri për shpenzimet. Ndjesia e qetësisë të të mbizotërojë, duke ju dhënë forcë për të përballuar sfidat. Merrni kohë për të shijuar momentet e vogla, qofshin ato një shëtitje në natyrë apo një libër i mirë. Mbani mend, harmonia është çelësi i suksesit tuaj sot. Binjakët, dita e sotme do të sjellë një frymë të freskët tek ju, duke ju inkurajuar të eksploroni mundësi të reja. Në dashuri, komunikimi është çelësi. Shprehni ndjenjat me sinqeritet dhe do të shihni që lidhja forcohet. Në punë, mbani një qëndrim të hapur ndaj ideve të reja, pasi do të ndihmojnë në zgjerimin e horizontit tuaj profesional. Financat duken të qëndrueshme, por është e rëndësishme të shmangni shpenzimet impulsive. Një ndjenjë e qetësisë do t'ju udhëheqë gjatë gjithë ditës, duke ju bërë të ndjeni më të lidhur me veten. Përfitoni nga kjo energji për të medituar ose për të bërë një shëtitje në natyrë. Mos harroni, momentet e vogla të lumturisë janë ato që japin shkëlqim jetës tuaj. Daforia. Dita e sotme sjell një kthjellësi që të fton të reflektosh mbi qëllimet personale. Në dashuri, është momenti ideal për të shprehur ndjenjat me sinqeritet dhe për të dëgjuar partnerin. Një bisedë e hapur mund të sjellë afëri dhe mirëkuptim të ri. Në punë, qëndro i përqendruar te detajet, pasi një mundësi e papritur mund të shfaqet. Kujdes me financat, mbani një ekuilibër mes dëshirave dhe nevojave. Koha e shpenzuar për relaksim do të ndihmojë në rigjenerimin e energjisë. Një shëtitje në natyrë apo disa minuta meditim do të ushqejnë shpirtin. Mos harro të kujdesesh për veten dhe të dëgjosh intuitën tënde, që ndriçon si një yll udhëheqës. Buzëqesh dhe ndriço botën që të rrethon. Luani. Sot do të ndjeni një energji të veçantë që ju shtyn drejt veprimeve të guximshme. Në marrëdhëniet personale, një bisedë e thellë mund të forcojë lidhjen me dikë të rëndësishëm. Mos keni frikë të shprehni ndjenjat tuaja, sinqeriteti do të vlerësohet. Në punë, merrni kohën për të rishikuar detajet e projekteve aktuale. Ka mundësi për përmirësime që do të vënë në dukje aftësitë tuaja. Financat kërkojnë pak kujdes. Planifikimi i mirë është qetësi për të shmangur shpenzimet e panevojshme. Gjendja emocionale është e qëndrueshme, por mos harroni të gjeni momentet për të reflektuar dhe përkushtuar në një çast qetësie. Kujdesuni për veten, duke u fokusuar në përmirësimin e mirëqenies suaj të brendshme. Shijoni këtë ditë me një optimizëm të qetë. Virgjëresha. Sot, energjitë qiellore të ftojnë të përqendrohesh te detajet, duke të hapur rrugë për të bërë ndryshime të vogla, por të rëndësishme në punën tënde. Një projekt që ke lënë në njan mund të kërkojë vëmendjen tënde. Ngrije dorën drejt mundësive të reja që shfaqen në horizont. Në dashuri, një bisedë e sinqertë me partnerin do të forcojë lidhjen tuaj. Për ata në kërkim të dashurisë, një njeri i re mund të shfaqet në një situatë krejt të papritur. Shëndeti financiar duket i qëndrueshëm, por shmang shpenzimet impulsive. Lejoje veten të kalosh pak kohë në natyrë për të rigjetur qetësinë e brendshme. Kujdesu për mirëqenien tënde emocionale duke u përqafuar me momente të vogla lumturie që të krijojnë paqe. Dashuria. Dita premton të sjellë disa ndryshime të këndshme që mund të frymëzojnë thellësisht. Ndërsa lundron në rrjedhat e përditshmërisë, një surprizë e këndshme në dashuri mund të ngrohë zemrën tënde. Mos ngurro të shprehësh ndjenjat dhe t'i japësh përparësi marrëdhënieve të rëndësishme. Në punë, një detyrë e re mund të duket sfiduese, por energjia dhe vendosmëria jote do të ndihmojnë ta përballosh me sukses. Kujdesi ndaj financave është thelbësor sot. Planifikimi i zgjuar do të shmangë shqetësimet. Duke qëndruar në harmoni me veten, do të ndjesh një ndriçim të brendshëm që të qiron nga stresi. Merr kohë për reflektim dhe për të fokusuar në ato që kanë vërtet rëndësi.
Lumturia qëndron në detajet më të vogla. Akrepi. Sot, një energji e re do të tërheqë vëmendjen tënde ndaj çështjeve të zemrës. Në dashuri, prit momente të këndshme që do të pasurojnë marrëdhëniet ekzistuese. Mund të zbulosh që fjalët e ëmbla kanë fuqinë të thyejnë barriera. Në punë, një mundësi e papritur do të sjellë më pranë qëllimeve që ke vendosur më parë. Mbaj fokusin tënd të fortë dhe mos hezito të tregosh aftësitë që zotëron. Financat janë stabile, por ki kujdes në shpenzimet impulsive. Një qasje më e matur do të ndihmoj të ruash balancën. Sot, lejoje vetes disa çaste meditimi për të rigjitur paqen e brendshme. I hapur ndaj ndryshimeve të vogla që sjellin freskën në përditshmërinë tënde. Shigjetari. Dita e sotme është e mbushur me energji dhe mundësi të reja. Në marrëdhëniet personale është koha e dur për të shprehur ndjenjat që ke mbajtur të fshehura. Komunikimi i hapur do të sjellë harmoni dhe mirëkuptim. Në punë, një projekt i ri mund të vijë drejt teje, duke kërkuar përkushtim dhe kreativitet. Mos ki frikë të tregosh idetë e tua, sepse do të vlerësohen. Financat do të kërkojnë vëmendje. Një planifikim i kujdesshëm do të shmangë shpenzimet e panevojshme. Kujdesu për veten, ndoshta një shëtitje në natyrë do të freskojë mendjen dhe shpirtin. Vendosja e prioriteteve është thelbësore për të mbajtur balancën e brendshme. Ndjenja e qetësisë do të mbështjellë ndërsa dita përfundon. Britsjapi. Dita e sotme sjell një frymë të re për ty në punë, do të ndjesh se je në një udhëkryq ku mund të zgjedhësh drejtimin e duhur. Frymëzimi do të shënojë çelësinë për të marrë vendime të mençura. Financat janë në një fazë që kërkon kujdes dhe planifikim të mirë, prandaj shmang shpenzimet e panevojshme. Në dashuri, zemra jote është e hapur për të pritur emocione të reja. Një bisedë e sinqertë mund të forcojë marrëdhëniet dhe të sjellë afërsi më të madhe. Energjia personale është e lartë, duke të dhënë mundësinë për të parë çdo sfidë me optimizëm. Kushto kohë vetes për të qetësuar dhe për të reflektuar mbi atë që është vërtet e rëndësishme. Ndjenja e paqes do të shoqërojë mendimet e tua. Ujori. Sot, qielli premton drejtësinë dhe qartësi. Në dashuri, mirëbisedë e hapur mund të sjellë afërsi më të thellë me dikë të dashur. Tregohu i vëmendshëm ndaj ndjesive të tua dhe besoj intuitës që sot është veçanërisht e mbrethë. Në punë, idetë e reja që ke menduar mund të sjellin ndryshime pozitive nëse i ndan me të tjerët. Mos hezito të kërkosh mbështetje nga kolegët. Sa i përket financave, mos hungur të investosh në projekte që nuk i ke shqyrtuar mirë. Kujdesi është çelësi në këtë ditë. Shfrytëzo rastin për të përqendruar në mirëqenien tënde dhe për të dëgjuar muzikë që të qetëson shpirtin. Lejoje veten të ndërrisësh dhe të krijosh, pasi sot është një ditë për të zbuluar horizonte të reja. Peshqit. Ndjenja e brendshme sot do të jetë si një melodie e butë që luan në sfond. Zemra juaj kërkon qetësi dhe harmoni në marrëdhënie, dhe sot është dita e duhur për të shprehur ndjenjat me sinqeritet dhe ndjeshmëri. Në punë, kreativiteti juaj do të shkëlqejë, duke ju dhënë mundësinë të zgjidhni sfida me zgjidhje të reja dhe inovative. Financat do të kërkojnë vëmendje. Kujdesuni për shpenzimet impulsive dhe mbani një ekuilibër të qëndrueshëm. Ndërsa dita zhvillohet, mos harroni të lini pak kohë për reflektim personal. Meditimi ose një shëtitje në natyrë mund të sjellë qartësi dhe paqe. Jepni vetes leje për të ëndërruar dhe shijuar momentet e vogla të bukurisë që ju rrethojnë.